Pra, si bëhet që liderët e mëdhenj të marrin vendime të vështira dhe ato vendime të qëndrojnë? E po, ky shpjegim do të na tregojë se sekreti nuk qëndron tek autoriteti, por te diçka krejt tjetër. Këto fjalë i tha presidenti Truman në vitin 1952, kur Dwight Eisenhower, generali i famshëm i luftës dytë botërore, u zgjodh si pasardhësi i tij. Tingëllon pak pesimiste apo jo? Dhe Truman e dinte mirë këtë. E kishte mësuar nga përvoja e tij se edhe për njeriu më të fuqishëm në botë, thjesht të japësh urdhra nuk mjafton. Duhet diçka më shumë se vetëm pushteti formal. Këtu qëndron edhe sfida e vërtetë e çdo lideri, të ndërtosh një mirë kuptim të përbashkët, të bësh që njerëzit jo thjesht të dëgjojnë një vendim, por realisht të angazhohen për ta vënë atë në jetë. Por ja ku gjërat bëhen interesante. Siç doli më vonë, Eisenhower tashmë ishte përballur me këtë dilemë dhe e kishte zotruar atë. Madje në një situatë shumë më komplekse se korridoret e shtëpisë së bardhë. Tani, duhet ta kuptojmë se zgjedhja e tij ishte, le të themi, pak e çuditshme. Ai ishte ngjitur në karrierë me një shpejtësi maramendëse, nga kolonel në komandant suprem, por nuk kishte atë reputacionin legjendar të generaleve si Patton apo Montgomery në fushë betejë. Pra pyetja shtrohet, pse pikërisht ai? Sepse pika e tij më e fortë ishte diçka krejt tjetër. Ishte aftësia e tij e jashtëzakonshme për të ulur në një tavolinë personalitete kokëforta dhe për të ndërtuar konsensus. Dhe kjo aftësi ishte aq e qartë, saqë, edhe armiku e kishte vënë re. Mirë, atëherë si ja doli ai të orkestronte një nga operacionet ushtarake më të ndërlikuara në histori? Sekreti i tij ishte një proces tejet i disiplinuar, hap pas hapi. Përfytyroni pak, për plot 5 muaj ai e udhëhoqi ekipin e tij përmes një labirinti të vërtet vendimesh. Po flasim për gjithçka, nga strategjia e bombardimeve deri tek data e saktë e zbarkimit në Normandi. Dhe cili ishte sekreti i tij? E thjesht por geniale. Ai fillonte gjithmonë me ato pika të vogla ku të gjithë mund të binin dakord. Kjo metodë ishte tamam e kundërta e asaj që bëhej zakonisht. Pra, modelit, le të hedhim të gjitha idet në tavolinë dhe pastaj të shohim se si t'i bashkojmë. Ajo qasje standarde, në fakt, shpesh çonte në debate të pafundme dhe krijonte ndasi brenda ekipit. Eisenhower bëri diçka tjetër. Kjo metodë e Eisenhowerit ka një emër. Psikologu organizativ Carl Weick e quan pikërisht kështu, qasja e fitoreve të vogla. Ideja është kjo, në vend që të përpiqesh të zgjidhesh një problem gjigant me një lëvizje të vetme, fokusohesh te gjetja e mundësive të vogla, të menaxhueshme që prodhojnë rezultate konkrete dhe të dukshme për të gjithë. Dhe këtu qëndron e gjithë magjia e kësaj metode. Çdo fitore e vogël krijon vrull, krijon momentum për fitoren tjetër. Papritur, progresi fillon të duket i pashmangshëm. Kjo jo vetëm që tërheq aleat të rinj, por edhe dekurajon ata që janë kundër. Sipas Weick, kjo qasje funksionon sepse na ndihmon të kapërcejmë 2 pengesa të mëdha. E para, kur problemi duket aq i madh sa na bllokon mendjen. Dhe e dyta, kur tensionet dhe fërkimet personale brenda grupit bëhen, le të themi, shumë të larta. Tani, kjo strategji nuk është thjesht teori ushtarake. Ajo u përdor me sukses të jashtëzakonshëm për të zgjidhur një krizë që konsideroi praktikisht e pasgjidhshme. Aq sa e quanin hekurrudha e tretë e politikës amerikane, një problem që askush nuk guxonte ta prekte. Po flasim për vitin 1983. Sistemi i sigurimeve shoqërore në Amerikë ishte në prag të kolapsit. Dhe çfarë ndodhi? U formua një grup dypartijak, jashtë të quajtur i Banda e të Nëntëve, që shpotoi sistemin. Dhe nuk e bën këtë me një zgjidhje magjike, por pikërisht me një seri marrëveshjesh të vogla, hap pas hapi. Dhe cila ishte fitoria e tyre e parë? Ajo më thelbësorja ishte diçka që mund të duket e thjeshtë. Ata ranë dakord për faktet. Përpara se të fillonin të debatonin për zgjidhjet, ata ulën dhe ranë dakord për madhësinë e problemit. Një mungesë prej $168 miliardë. Ky ishte themeli mbi të cilin u ndërtua gjithçka tjetër. Dhe ky shembull na tregon një ndarje shumë të rëndësishme. Ka 2 lloje fitoresh të vogla. Ato të orientuara nga rezultati, si për shembull të eliminosh një opsion nga tavolina, por më të rëndësishmet në fillim janë fitoret e orientuara nga procesi. Do me thënë,
të biesh dakord për faktet, për supozimet, për rregullat e lojës, përpara se të fillosh të luash. Mirë, por edhe kur përdor këtë metodë, vjen një moment kur debati duhet të mbyllet. Vjen momenti kur lideri duhet të bëjë një hap prapa, të dalë nga debati dhe të marrë vendimin final. Ja një shembull fantastik. Jamie Houghton, CEO i kompanisë Corning, përdorte një analogji shumë të thjeshtë me kapele. Kur mbante kapelen e kaubojit, ai ishte pjesë e debatit, hidhte ide, sfidonte. Por kur vendoste kapelen e fortë, të gjithë e dinin, koha e debatit mbaroi, tani ai ishte vendimarrësi. Dhe ja një pikë kyçe. Marrja e vendimit nuk është fundi i punës. Në fakt, një pjesë e vështirë sa po fillon. Vendimi duhet të mbrohet. Duhet të sigurohesh që njerëzit të mos fillojnë ta vënë në dyshim prap, sepse kjo mund të prish gjitha të marrëveshje të arritur me aq shumë mund. Paul Levy, një CEO spitali, kishte një rregull të artë, të cilin e përmblidhente me shprehjen "fol tani ose hesht përgjithon". Do me thonë, debati dhe mospajtimi ishin absolutisht të mirëpritur përpara se të merrej vendimi, por pasi merrej vendimi, minimizimi i tij ishte i patolerueshëm. Atëherë, leti përmbledhjem. E gjitha fillon me ndarjen e problemeve të mëdha në pjesë më të vogla. Pastaj arrihet marrëveshje për procesin përpara se të flitet për rezultatet. Kështu ndërtohet vrulli përmes fitoreve të vogla. Më pas, sinjalizohet qartë kur debati mbaron, dhe në fund, vendimi zbatohet dhe mbrohet. Kjo, në thelb, është strategjia e fitoreve të vogla, një udhërrëfues vërtet i fuqishëm. Dhe në fund të ditës, e gjithë kjo na kthen në pikën fillestare, tek thelbi i vërtet i leadershipit. Sepse proceset dhe strategjit janë jashtëzakonisht rëndësishme, por ato funksionojnë vetëm kur ndërtohen mbi një themel të vetëm, të patundur. Dhe cila ishte fjala që bashkëpunëtorët e Eisenhowerit, nga e prorët të vartësit, përdornin më së shumti për ta përshkruar atë? Ishte vetëm një fjalë: besimi.